emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, me 16 shtator është një prej ditëve më të rëndësishme për të konstatuar se si ishte në esencë lufta OÇK-s në synin e komunitetit ndërkombëtar. Është një vendim, një verdikt që pritet ta jap gjykata speciale pas 6 vitesh kur atje po mbahen, siç është thënë peng, ish presidenti Thaçi, ish kryetari Veseli, ish kryeparlamentari Jakub Krasniqi, ish deputeti e komandanti i njëri i luftës Recep Selimi. Dhe me 16 shtator aty në sallë gjyqi, trupi gjykues do të vendos në një verdikt të rëndësishëm për të konstatuar luftën e drejtë të OÇK-s, ose siç ka pak njerëz që kanë ende dilema nëse ky verdikt do të jetë i ruës apo dënues. Kam ftuar kreun e organizatës veteranëve të luftës OÇK-s, zotin Hisni Gucati. Gucati, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, faleminderit që më keni ftuar, për respekt shumë për dëgjimin ju, po edhe gjithë shikues që e përcjellin këtë emision. Sa ka pesh rëndësi për ju si kryetar i organizatës të luftës, ajo ditë, ai verdikt, ajo ditë e shpalljes së aktgjykimit? Unë mendoj pesha e datës 16 shtatorit ka peshë sa ka pas vetë shpallja e pavarësisë Kosovës. Kështu mendojnë gjithmonë edhe disa shokë. Po më thëmë mendoj edhe sa është çlirimi i vendit tonë me 12 qershor, ku me forcat e NATO-s apo me miqt ndërkombëtar që na ndihmuan të çlirojmë vendin, ka një peshë shumë të madhe edhe në arenën ndërkombëtare, po edhe në vetë të publikut të Kosovës, se duke ditur se nëse ata lirohen të pafajshëm, edhe gjithmonë jemi duke shpresuar si unë, si ju dhe si gjithë qytetarët që ata të lirohen, atëherë do të hiqet një raja zezë mbi Kosovën, e cila na është mvesh pa dëshirën tonë, na është mvesh gjithmonë me duke parë me njerëz infiltruar nga pushteti i Serbisë apo vetë nga Serbia, e cila ka një influencë goxha të madhe, jo vetëm në Kosovë, por në shumë vende tjera të Ballkanit. Po kjo unë besoj si me 16-in, kjo peshë që përmendet aty është një peshë shumë e madhe për ne si qytetar mas të Kosovës, si Kosovë dhe si ushtri shqiptar Kosovës. Ju keni luftuar bashkë me shumë shqiptarë të tjerë për lirinë e këtij vendi. Ju do të jeni në sallë gjyqja për ta parë nga afër fizikisht verdiktin që do ta kumton kjo gjykatë. Zoti Gucati, që nga pas lufta këtej, si unë miku, si Euleksi, si gjykata Tribunalit të Hagës për ish Jugosllavi, si kjo tani, nuk janë ndalur asnjëherë procese gjyqësore ndaj komandantëve, ndaj luftarëve të OÇK-s. Në një përpjekje të tillë, asnjëri prej tyre nuk ka refuzuar që të përballet me drejtësinë. Çka flet kjo për ne luftarë dhe për luftën e OÇK-s? Është vërtet Ridvan, edhe dhe shqiptarët e prej vitit 2002, nëse s'gaboj, për kur arrestu Fatmir Lima, Ramush Haradinaj, Dota Haradinaj në gjykatat tona, e kam parë gjithmonë gjykatën e Unmikit, tani gjykatat tona, gjykatat ndërkombëtare. As si komandant s'ka instituti përgjigje drejtësisë, gjithmonë ne kemi ditë që jemi të pastër, jemi të drejtë dhe kemi bërë një luftë të drejtë në vendin tonë, sidomos në Kosovë, ku dihet. Dhe ne kemi rënë shumë filtra, edhe në gjykatën e Oleksit, edhe gjitha gjykatat, po gjykatën tonë vendore. Kështu që janë dënuar disa komandant. Fatmir Lima dhe Ramush Haradinaj është shpallën të pafajshëm në gjykatën ndërkombëtare të asaj kohe të Jugosllavisë, gjykata e Hagës, dënuar pafajshëm. Dhe tash kjo e fundit është e tepër që na ndodhi neve këtë situatë dhe këto momente ku Kosova është ne kyç duke marrë zhvillimin e vet, tonë ekonomik edhe zhvillimin social e gjitha. Dhe kjo nuk e di arsyen pse ndodhi kjo. Gjithmonë duke ditur për një njeriu, më të them të çmendur, të dikmortit i cili ngriti një temë, a tabu temë që s'ka ndodhur në Kosovë, nëse besoj si ka shqiptar që bën krime në fëmijë, pleqë, gra, apo sidomos ajo që na mbesh neve që kemi organe të njerëzimit, pa qenë kufor, se shqiptarët nuk e kanë në gjenezën e vetit i bojnë ato. Ne kemi bu luftë, ballë për ballë me forcat policore, ushtarake apo forcat paramilitare çetnike serbe që kemi luftu për shtimin e vendit. Kështu që unë besoj se ne kemi qenë gjithmonë ata që kemi dashur lirinë, kemi dashur drejtësinë. Edhe pikërisht komandantët tonë,
kanë qenë as të fortë, mund të them moralisht, kombëtarisht ju kanë përgjegjë çdo drejtësie. Ja ku jemi ne këtu, e morëm përgjegjësinë për çdo sen. Edhe këtu te presidenti edhe të tjerë të Baci Jakub, Kadria dhe të generali Recep Selimi, ta në një formë shku tamam që duhet të shku, pas një problem, ju lejmëron gjykatës, ja që ku jemi, do të ballafaqohemi me ju me drejtësinë, edhe besoj se drejtësia do të triumfojë, se gjithmonë të ditë se ne jemi në rrugën tonë drejt. Ne s'kemi bërë luftë me mor territor të huaj. Ne kemi bërë territorin tonë. Ta shirojmë territorin tonë nga padrejtësia që ka bërë Serbia me qindra vite këtu në Kosovë dhe t'i tregojmë botës se ne jemi këtu. Unë nuk e besoj që do të dënohen. Për arsye se nëse ne dënohemi, atëherë kujdesin shtetet mike dhe ndërkombëtare që na ndihmojnë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania, Italia, që bombarduan Serbinë pikërisht me të na ndihmojnë neve. A që ndjeshme ngocati është situata, sa që verdikti 16 shtatorit do të konstatoj, do të konfirmoj pati të drejtu që këja me NATO-n, apo Milošević? Unë besoj kjo gjykatë duhet ta jep verdiktin pozitiv, duke ditë se ka pas të drejtë NATO-ja në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ushtria shqiptare ose jo Miloševići. Se Miloševići ne i dim këtë luftë e ka dhënë në Ballkan. Pe Slovenia, Kroacia, Bosna dhe Kosova. Duke ditur se ka sopi i fundit i Ballkanit Miloševići me gjitha ato masakra, duke përmend edhe në Kroaci, edhe në Bosnë, se Slovenia pështoj letë, shqyqyrzot që ka pështu shumë letë, 7 ditë ka pasur ato. Se luftarët nuk janë të mira. Jo, kur njetë. E duke ditë se masakrat e Kroacisë dhe Bosnës, masakrat e fundit në Kosovë, mbi 460 masakra në Kosovë. Dhe tash nuk e besoj si kjo gjykatë do të shkelë si sot popullin atë rasën e kaltë për me rshit drejtësia evropiane e më jep drejt Serbisë. Nuk e besoj këto fare, po unë e besoj se neve do të hiqë rezes, apo do të hiqë një njolla keqe, një njolla zez që e ka mjell dikush tjetër, nuk e ditë një dikmart me disa njerëz, dhe shpresoj se këtu drejtësia do të triumfojë. Ishte në instruksionet ruse serbe direkt. Po, kjo është e vërtet shumë që duhet të përmes ambasadorit serb dhe rus. Kjo ra në ndikimin tyre dhe Konstantin Kosaçev. Edhe ngritën në Këshillin e Evropës, ku e votuan ato për një, dhe na nuk patëm çare. Unë kam qenë kundër gjykatës speciale, besoj e dini, kur kemi dalën protesta atë kohë para parlamentit, kur kanë të votuar dhe votuar, ne kemi qenë kundër se organizata dolën nga lufta gjithmonë. Unë maj që kam qenë protestë bashkë atë kohë me Spaljadezin, foton klinikën e shumë djem tash me syes borç, shokëve të mi. Po ja që kaloj, po me unë kam qenë borë këtë jetë, edhe me spjegimin e presidentit dhe të tjerëve që kanë treguar që gjykata s'ka bërë çfarë të bëhet. Ma të regon në i detaj se jemi në fund atyre asaj periude që kene jetë në tribunal. Ata e spjegojnë ma mirë prapë. A ishim pishmën çfarë kanë bërë, thaqje Recep Selimi, Azem Jakub Krasniqi, se Recep Selimi s'ka votuar. S'ka votuar, është vërtet s'ka votuar, ka dalë jashtë. Po, ka dalë jashtë, por Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, keni biseduar. Kam biseduar me ta, ata kanë thonë, ata gjithmonë kur thëmë, flasë me sinceriteti më të madhe, me ato që më konjuni edhe me 16 vina ata, edhe më dalë të në mbrane se raj diçka këtu, apo nëse shtoj, apo moj. Ose gjithmonë, Baci Jakub thike, një fjallë që unë nuk më përmenë shumë vera. Jam i kënaqur për çdo punë, vetëm se 10.800 km² sot i sundojnë shqiptarët. Kjo ka qenë tema atina, shpesh ku bisedoj shumë, zakonisht të pi çaj ato, edhe thike, edhe pse ka marrë këtë vend këtu, edhe pse nuk e di asnjë, pse kemi orë këtu. Si të besuar ndërkombëtarëve, se gjykata do të bëhet me krime, me supozimin e hjekjeve të organeve, dhe aja duhet të tradhti nga një pjesë ndërkombëtare që e kanë mashtruar apo kanë rrajt presidentin dhe të tjerët, që gjykata do bëhet vetëm për këtë pjesë, jo për këto që tash dita këta akuza sana. Dhe pas e kuptoj që kjo është e mira ajo që 10.800 km i sundojnë shqiptarët, pavarësisht çmimit që bëllon në Hakto, që janë këtu pranë. Na kemi 10.800 km në dorën e shqiptarëve tash, mos i ka Serbia. Nëse dina me ru gjithmonë, nëse dina me menaxhu tash me situatën edhe me vendin këtu edhe me ru pavarësinë që kemi shpall. Shpesh me presidentin kemi biseduar me Kadrin, jo, nuk kjo është pishmon, asun si jam pishmon sot. Duke ditë sanksione, duke ditë punë, duke ditë se gjykata ka pas forbota edhe nga Këshilli i Sigurimit.
Nuk e di që gjë Jo KB-s, po. Jo KB-s, ka mos botë nga KB-ja, që atë ka mos rus, kinez, indian e tjerë që ka ta diune. Udhëheqja Kosovës është i nejti besnik një Ta i nejti besnik që kishte me aleatë që u kishte besuar apo atyre aleatëve edhe në Rambuje, edhe në Vjenë, edhe kur u shpall pavarësia, edhe në Esen Matuti. Presidenti që ka shku në mirëbesimin e tyne, që e përmenet e ka konsideru të mirë kuptimin e tyne duke ditë Rambuje që konferenca Vjenës, gjitha pavarësia, edhe në këtë mënyrë ka shkuar presidenti dhe të tjerët, nuk e besuar kësaj, që nuk do të jetë një gjykon të fortë tash në ndodhi neve, në mirëbesim dhe kjo ndroi këtë kohën gjykata dhe në një farforme ne u pritum besë. Po thëmë ne, shteti Kosovës dhe vetë krerët e ushtrisë në Kosovës, po prapë besoj si gabimin ata do ta përmirësojnë. 6 vite të mëdha, më na nam shit 6 vite të mëdha më largu pi familjes. Në shumica për neve nuk i kemi gjetë prind të shtëpia. Jo. Presidenti babën, Kadri Veseli babën edhe nonën. Nasim Radine vllajën, unë po ashtu babën, Maçakop vllajën. Do të ta gjithë shala babën, do të shumica për neve nuk i kemi gjetë anëtar të familjes të ngushtë, sidomos prind që thash na kanë vdek. Në rënd të parë për familjen, po. Familje. Kështu që tani është humbja madhe edhe për qytetarin, edhe për shtetin, se politika nësa ishin zhvillu këtë tjetër, politikë shumë mos, nësa kishin zhvillu këtë tjetër mrena Kosovë këto, gjithmonë për të mira, po flasë për mënyrë më të mitmoshme pozitive, po unë shpresoj që me 16 të nëtoj që e cikët në fillim të emisionit, është shirimi i dytë i Kosovës, apo dita kur shpollë pavarësia gëzimi më i madh i qytetarëve që ka qenë do të jetë edhe ditë. Unë kam shku me 16-ën, e kam një mesazh që më ka ardhur. Këtu nga gjykata speciale që kam do të marr pjesë në sallë gjyqi, do të marr pjesë, ma kam pranu, kam bërë kërkesën 2 javë, ja ku është në gjuhën angleze, dje edhe më ka ardhur si do të shkoj në seancë, kam bërë shkoj edhe me nën kryetarin e Skenderajit Fadil Nurën, po Fadil Nurën nuk e kam promocionuar përmes advokati, kam bërë kërkesë advokati me herë. Është një procedurë, po. Është një procedurë, vetëm mua më kanë ndiju se je i dënuar sot po merr pjesë në sallë gjyqi. Është vërtet. Unë kam qenë vizitë 5 vizitë atje. Kur mos i kam dalë Burgi, kam qenë edhe në seancën e fundit fjola për mbyllse. Po numri është i kufizuar ato. Një duke më shtat tulse ose për media është. Për media tani është mbos informacionin gjithmonë pi advokati, po flas pi dorës sport, se është advokati që më tregu është numri shumë i madh i media ndërkombëtare, po edhe ambasadorëve kam dëgjuar që do të jetë shumë i madh. Familjet me sa di vetëm ka 10 anëtar kanë të marrin pjesë. Do të jetë 4 familje veç më ka 10. Kështu kam dëgjuar sa është vërtet, nuk e di ende, sot e marr informacion sakt. Ka 10 anëtar kanë dëgjuar, jo më shumë. Është ditë emocionale. Po është ditë emocionale, ka shumë argimtar, kudo që ka shqiptar. Shumë argimtar ka që kanë ndemruar do të vinë pi Kosovë, do të nisen në autobus. Kjo është vërtet. Do autobus do të nisen pi Kosovë. Për Shqipëri vetëm me të pari nisën marrë kom këtu, deri me të shtatin më rrinë Kosovë, do të bujnë natë 80 vete një grupë, për 80 vete ata nisën dhe shkojnë për Hollанд, me datën 15 ata në Hollанд, nga Shqipëria, ka shumë nga Shqipëria, nga Macedonia, po do të jetë një tubim i madh atje edhe me gjithë është veni shumë i vogël, do të është një rrugë kryesore, afër gjykatës, besoj e dini ju, keni po. Është një rrugë kryesore, nuk e di se është policia sot ditë lejojnë njerëzit me të bua të përpara, po është një ditë shumë e madhe për gjithë shqiptarët. Në Prishtinë liria ka emër organizata që ka të buar shumë shqiptarë në disa organizime të kaluamën, tani ka paralajmëruar një të tillë disa ditë, 3 ditë para shpalljes së aktgjykimit. Dhe ju patët një, si ta them, një mos pajtim me atë. Pse keni atë mos pajtim me liria ka emër? Unë kam dalë mbështetje si organizator të rrëmve, dje besoj keni po, dalë mbështetje. Ne nuk kemi në nëkshit organizativ të liria ka emër. Ne s'kemi qam shefin, unë kam thonë, ne kemi ushtat protesta, ju besoj e djeni. Keni qenë me neve gjithmonë, edhe në Hagë, atje edhe në Shkup, edhe në Tiranë, Prishtinë nuk të diskutohet, edhe në Groci kemi qenë mbështetje. Ata neve nuk na kam ftuar në këshillin organizativ. Ata kanë dashur ta marrin timurin çdo vet, edhe do të thotë, mos e kanë dashur ata, edhe i dhënimi jon pak a shumë tash, do të them sinqerisht, ata ftuan edhe lëvizjen vendosje, ju keni dëgjuar gjitha partitë politike, ku ftuan liderin Albin Kurti që të marshaj. Po. Ne duke ditur deklaratat e Albin Kurtit në Parlamentin e Kosovës, kur thotë nga Kozumi
serbët kanë bërë më shumë masakra. Sot masakra kanë bërë më shumë. Po, prej aty në këta mbrapa me ato janë kriminalët e luftës, presidenti dhe të tjerët, ku kimit më misterioze dhe janë bërë shqiptarët. E tash unë nuk mund të marshoj me Albin Kurtin krah për krah, as shokët e mi, nuk mund të marshoj me Albinin krah për krah, ku një njeri në Parlamentin e Kosovës, para 6 vite, ku thot pe konzumit numër të madh. Serbia ka bërë masakra, po masakra më mizohet, ta mbrapa me edhe janë bërë, për shembull që edhe të tjerët. E sot unë të marshoj me Albinin krah për krah. Ju e keni po në parlament, ne jemi dëshmitar dytë, edhe jënë qytetarët, jënë falë zotit tash, jënë si ndrujt në pararkive në qëzime, sene që përdalin, dhe kjo është arsye se ne nuk mujmë ti bashkangjitemi në këshillën organizative kësaj proteste. Jo me Kurtin. Ne do t'jem shtetjesor, na kemi bërë thirrje. Gjithë qytetarët e Kosovës morin pjesë me 12-in, është protestë paqësore, është marsh paqësore, morin pjesë i madhe i vogël në Prishtinë me 12 qershor të protestojnë. Shtator, po. Po mendoj shtator, me 12 shtator dalin dhe protestojnë i madhe i vogël në Prishtinë. Interesante kjo, se njeri ka të drejtë edhe të jetë pishman për ato që mund këtë bërë në periuda të ndryshme, nëse ka gabuar, nëse e ka udhëhequr kjo fryma emocionale, e egos, e urrejtjes për tjetrin e tjera. Në base është pishman edhe zoti Kurti. Unë pajtoj me ty që është mirë çdo njeri punës të keq si mirë pishman, më kërkoj pak të falje para qytetarëve. Po unë nuk e kam vrejt me të Kurti që ka kërku as falje, pas i ka pishman. Nuk e ditë se zoti Kurti që 6 vite në organizohet të trame nuk vjen. 6 vite. 6 vite. Nuk e di sa një të... Afër shumë është. Im shumë afër. E dyta, zoti Kurti që 6 vite në të na tregon sa invalid ka qumë shëru jashtë veni. Zoti Kurti në të tregon pe gjatë 7 veteranë me kancer. 22 në gjendje matëron për momentin. Si sot për 20 presum. Zoti për me në se gjithë erdhjamnat janë trajtim në jashtë veni dhe në Turqi me financat vetë apo mendimin e miqve, shokëve dhe dashamirëve. Për gjatë të sotme ku na ndihmojnë me 4 euro jo më shumë, si institucion. Unë i kem me protokoll kërkesat, me gjitha që më pranu, asë një veterani, asë një invalidi, për gjatë të sotme nuk i ka ndihmu njënit për tyne që është me kancer. Sot për nese presim cilën për në thirë me shku me vërros. Që për më shtirë të athëm këtë fjallë, ne kem 67. 67 veteranë janë me kancer. Keni trokit në dyert të tyne. Edhe familjarët e tyne kanë trokit, edhe ne se ka obligim me ligj, është me ligj. Ministria e shëndetësisë dhe Ministria e Mjedisë të dyert kanë me ligj obligative kanë. 100% invalid mi pagu shpenzimet për shërim jashtë veni. 70% për veteran edhe për familjen e dëshmorit. As të njohën deri sot këto dyja nuk kanë jep as të cilë. Kjo është e vërtet, kjo nëse une, po gënjeja, po rajt, nëse une jam gjendje sot dërgora për organizate, nëse del të Albin Kurti, apo një ministre tina, që ne kemi ndihmue veteran, pe kanceri kam fjallë gjithmonë, kemi ndihmu kaq veteran, apo familje tyne, apo s'ka kërkesa. Gjithë janë protokollume, gjithë janë ndërzume në Ministrinë e Shëndetësisë dhe asnjë kërkesë nuk është realizuar. E vetmja kërkesë është ato me 1 vit e gjys, një invalidi nga voshtria që bubrekin ka me apo veshkën grus, transplant ka me bu, 17.000 edhe ato e lëvan me mund njeri pas njeri. Njeri pas njeri. Që është morë për neve së me intervenu, njeri pas njeri. Ka thujnë familjarët kur i takon veteranët? Ku i takoj familjarët ata që janë në trajtim. Kemë në Gjermani, kemë në Francë, kemë në Turqi, 14 në Turqi. Tas fundi kemë vëllavë në Feta Begollit. Feta Begollit se duhet për një të gjë, në Rum, është vëllavë di shumë gjë në Rum, është në Gjermani shumë keqë, shumë, veç presu. Atin se për mena më jenë keqë. Kur takona ata në fanërën, na kemë do një pjesë vogël, që kemë do në për organizate, apo për shoki që këna lyp, dikuj 500, dikuj 300, dikuj 700, mas shumë lidin 707 kemë pagu një terapi, një shoki kemë pagu, edhe nëse s'gaboj, gani kosit, kemë një mume që e përmena të ganin, vitin e kaljum ganin, i kena ndihmue, kështu që se na kemë do dikun për 40 veti që tash, për organizatës, jënë me amna, me në gjithë, edhe familjarët ka ndodhë që na kam thy parët, të di çfarë gjendje na jemi si organizatë. Për zotin ka ndodhë, edhe mu vjen keq, ta më thonë, mos e merr nga zemra. Mos e merr se na e dim punën e ju, ç'çoto,
të rria që të punu, po kjo deri në këtë shkollë kjo marrit me këtë qeveri. Edhe këtu duhet ditune që këtë qeveri nuk se këthe kryt për neve, edhe s'kërkoj folje për ato parlament që ka në një kriminal një këto. Kjo nuk e besoj si tash një në kohi me në po dikush mos me Albinin. Në vetë vendoj se ka njës mirë, ka shumë njës mirë, shtarë tonë në kema të shokë tonë që bisedoj me ta flasë, me ta rrim. S'kem dore partijake, nëse intereson një partija. Ne në intereson shoki, mu më intereson ligje për vlerat luftës, mu më intereson mes për para. Nuk ka ligj për vlerat e luftës. Ligj për vlerat luftës ka që 28 vite nuk ka. 8 herë ka dalë parlament, 8 herë është pikërisht për lëvizjes venduse, na është refuzuar se kam votuar. Edhe partitë e tjera kur ishin në pushtet nuk marrën guxati asnjë. Atër ka qenë kryetare komisionit Bonjoku mbjemni, nga Gjiloni deputete Elizë Muratike. Po. Aja voton. Edhe komision, se kam qenë me komision parlamentar në to, për shoqata, ishim komisionin dhe fatonin. Po. Edhe aja ka bi 80% deputetë Elizë Muratike për me votu në atë kohë. Kur ka bu gazmen. Valentina Bonjoku. Bravo, Valentina Bonjoku, e ka bind edhe 80%. Një këmë bisedu me gjitha partitë, unë bisedu. Po forumi nuk bëjë, se këta ishtë ndikun 28-9, so kanë qenë atë kohë lëvizje vendose, edhe kanë dalë jashtë edhe ligji së votu. Dhe i shohën. Edhe tani edhe disa shoktu, disa njerëz, më nëna si e përmenit partive të ndryshme, për interesat veta kush e sen, kjo është shumë e vërtet, po ligji që ka kalu të gazmen bëtyqe, që të ligjin parlament dhe të refuzohet, zuta përmeni jam një unit. Pa imaginushme. Peni shokiton ma shumë që ka me të atri, sa i ka qenë më nëna në komision parlamentar, komisiona ka votu, kur ka imra në solë, ka dalë përë se ka votu. Edhe ka qeni shumë dopsietina, që ku taku me mu, sekretari veteranat kur vitin 2018-19, ku mi taku... Kush o këtë deputet? Nuk, se s'është për të prana, nuk e kena të prana, nuk tash zut të përmenim hemen, kur e ju më taku me to, 2-3 takime më thot, po e votojnë sot. Edhe kur e në sot nuk e votojnë. Dhe mungesa këti ligji, ndoshta, po u jep mundësin të kryengritin lloj zoni, lloj njeri, që ne në demokraci, por të fyhet UÇK-ja, të fyhen shërimtarët me lloj etiketimi, me lloj kërcënimi, si që pamë dhe në kuvend, kjo gjë duket e paplanueshme. Kjo është e vërtet. Se një tavan lerash duhet, një shoqëri duhet këtë kompromis për një tavan. Ato kanë qenë 9 pika, po në droftet e ligjit Ridvan. Pika ma nëzejt e ligjit ka qenë drejtoria politike u qeverisë mu hjeke. Sa të në ligjë është, sa duhet në mbruat, duhet jetë. Edhe lëvizje vendose, njëzët soj nuk kanë doshtë të votojnë qëtë pikë. Hisën këtë pikë, e votoj. Po pjesë e historisë? Ajo është pjesë e historisë, edhe ne i thëshëm, po kjo është pjesë e historisë. Sa të nuk bëtë takime me ambasadorën, atë shumë ambasadorën amerikanë. Kom bësë me shumë ambasadorën atë ku takime. Një pjesë ambasadorën më ka thonë, pëse s'peq një këtë pikë, të keni mitë, kështu keni mitë. Po ne jo, sa është pjesë e historisë, drejtoria politike, e është që me vëzorë pjesë e historisë. Dhe ne, pikësh ka qenë kjo, pika me nëzit që, edhe sot e kemë probleme këtë pikë. Sa tash ka posë me to ligje, prapë kemë probleme që të njëtë në pikë na. Të hiqet drejtoria. Po, të hiqet. Pikësh bile kisha takim me përpasur si jemi une, me djallin Ukshin, Andi Hodin. Po. Pak para se më bërë qeveria, si para 6 mujet. Po. Prapë, ajde të bëna një modifikim të kësoj pike. Po të s'më bënë modifikim të kësoj pike ku ka egzistu kjo drejtori. E dashëm se dashëm në ashtë dhoqin. Dashëm se dashëm drejtori politike, pa masish kush ka qenë kryesoj, a është pjesë e historisë Kosovës. Andin Hoti ju tha. Tha si duhet bëjmë një ndryshim, një modifikim të kësoj pike, jo me jeket, po një modifikim. Kjo është e vërtet. Bashim tha që në me këtë tjetër mund të bëni beteja politike, të çfarë do lloji. Kjo është shumë e vërtet. Problemi, këtë problem të kjo pikë, ku na kemi mbetur sot pa ligj, për shkak të kësaj pike, nën herë ka dalë ligji në parlament, edhe kjo është problemi më i madh që ka. Se po të ishte ligji që thotë, ato fyme sot si vonë. Pjesësorë të shiqit do të thotë pej presidentit të sportit të shtori thjesht, na shohin na fynë. Një tavan i vlerave duhet të ekzistojë. Një shoqëri duhet ta ketë një kompromis guxati. Shumë e vërtetë. Çka duhet të respektoj e çka tash ti shkëllish sot nuk ish guxon dikush më na shoh, më na fy, më na ofendua çron.
me na thonë një gjak i Serbisë, një gjak i Rangovicit, me na thonë neve ju jeni tradhtor, ju keni qitë Kosovë, ju keni bo këtu masakra, del me i disë që thotë, po me si shoj që kjo thotë si shëmërok të anis. Zdo sa ne indeqojmë, por unë kam bo disa padi, 25 padi kam bo unë vetë. Për tyne 4 që në proces, si shumë mirë, 2 vjetë jam kam pasoshin, jenë me të shpia, tash më qoj njerëz, po kam gabim, ato tash këtë më qoj njerëz mu. Po që jënë i mërgjimtar. Po, mërgjimtar, kështu që... Po të qoj njerëz. Po, tash më qoj njerëz. Kërkojnë falje. Po, tash kërkojnë falje, po unë jam më drejtësisë, drejtësia merret me juve, edhe 2 jam kam pasoshin, tash do të presu me ronsant, kështu jem procesëci për me gjithu jam. Si unë djeve kur i ndëgjova ato në tempullin e demokracisë, ato akuzat për pushkatim të Ramush Haradinajt, për Sala Jasharin, këto zhvillimet e këtyre ditëve në kuvend Kosovës, në vend ku shpall pavarësia, për Sala Jasharin që i thanë nuk meriton në thirr ajrin e Kosovës. Unë personalisht ato nuk e njeh, këto po ti tjetrin, se ky është veteran i ushtrisë së Kosovës, Skënderi. Skënder Lugiçi është veteran, është nga Lipioni, jeton në Obileq, është në Lipioni, po ishim martu më mirë që po jetë në Obileq. Po. To dje ki morë mendim si organizosë kemi të drejtë, Komisioni Disciplinore ka breshtu nga organizata veteranët luftës. Dhe e më në kote atë këtë liberis tonën, as po vërtetime më morë për neve që i morin. Së është i breshtu maj. është mirë çdo njëunit, kjo për turp. Ti drejtori Sala Jasharit. 11 antar atë me mos gaboj janë vron familje se e ka Axhen e babës me komplet familje në vron. Komplet tani është gjyshi dhe gjyqi sojnë në vron. Si kjo ka dhe emrin një deputete super e kujdes. Edhe një deputete si thotë përgjithshme. Edhe e re, edhe e ka perspektivën për para jetën për para. Kujdes. Me shkumitur Sala Jasharit që është gjëna me thitharin e Kosovës, që ka një kontribut baba e se është invalid i Plagosit. Se mos Jasharin në një personazh me vite. Pe vite 84 mos Jasharin një. Kam qenë gjenerat në shkollë. Kanë ndrujet. Sahiti kanë ndrujet. Po, Sahitin. E një Sahitin, e një Jasharin, lavën e tyne të modhin, Bacin Hamit Ramet i Bashpirti, Salen, nonën e Musës e këtyne, një do të familjen e një, këtë gjenizën sa një, këtë se kam nejtë ato shumë, kam, sot, u qutimi thonë atyne. Sa ti Jashari plagosën, qysh se herë ti plagosën, një që ja kontribut të shojnë ndjerë. Po, i ndjerë, po se nga me Musa thonë. Musa është general që ka qenë gjithetim, edhe Musa i plagosën, 2-3 herë i plagosën, lutë Musa është i plagosën. E është i plagosën. Ti mi thonë të sot një qikës dëshmorëve se e ka emnin e gjyshës. Sala ka liftu me rana në shpi. Ti një bindur këto, e thëmë përgjimat janë. Sala Jashari. Gjyshja e Salës ka liftu më rana në shpi. Kun në vazhdimësi të një gërmalla për ju, jenë gjithë edhe polisë e vranë. Në atë kohë jenë gjithë. Do të këtë tjetëri, asë ligji i Lugagjinë Stepti me denu njeri mërë, është ka laj me donë në si thati në tempullin ku shpollë pavarësia, ku mbrojt drejtësia, mbrojt gjithë qytetarë, bojnë ligjët, edhe vjen aja të zot një Skënderi, pjesëtatës, nësuje bojë, është pjesëtari, është ishim të atësos, me ditra me kërë, edhe thot 20-40-100 mjetë dënohet Ramush Haradini, fund thot duhet me pushkatu Ramush Haradini. Qyre në UÇK kanë qenë si pas kritikve edhe tjerë që kanë qenë të regrutuar, si që është rasti kryk, po i ditur i Nazim Blatës. E të tjerë. Edhe të tjerë, kjo është shumë e vërtit. A keni menduar për t'i bo vetting gjitha saj liste, Gucati? Po, kemi menduar. Keni menduar në mekanizm verifikimi, nëse më ta them? Ne për momentin mekanizm nuk kemi, të t'jemi sinqert. Mendu kemi, me që ju ka shty seriozisht me... Se kemi mendu, shumë herë kemi mendu. Na dje me ne patëm mbledhje kërësis, patëm, ti mandati bjem mbledhje e 5 e kërësis, dhe morëm disa vendime, ku morëm vendim që preshtu nga organizata veteranëve, se Nazim Blatës është i preshtu më herët, edhe morëm vendim që të prehtujmë edhe Skënder Lugiçin, duke parë fyrit e tina, sharit e tina, dhe e kalumi e tina, tash që përna të regojnë njerëzit, se e ka qenë për para brigadën, 114 e ka kalu këtë pjesën kënena, levizjet e tina tash po dijen, po ditë edhe këto, gjithë sen tash imi ndjoni, të morë informacionet për shokëve, për njerëzve, besa dhe për miqve tina, që na del njeri që kishin i infiltruar me ne UÇK. Kjo është e vërtetë. Kur ishe, a ki një moment që del edhe nga vetja kështu, kur je vetë, kur je në shtëpi, kur i ndëgjon, kur ju dalin në telefon këto
video, sepse jetojmë në botën e masovizimit të rrjeteve sociale. Unë kam dorë për vetë atë ditë. Gazmën Sylja në kryetore hem të rekord dhe Fatmiri kam thirrë 2 telefon. Edhe kemi do shkojmë në parlament. Ti si bindur se kur fyti sala e Sharin, se po marrësh në trup, isha spital. Në spital kam qenë. Po. Edhe që ato përcjell përmes telefonit krejt. Dhe i kam thirrë 5 spitale. Gazmeni më një pyet, Fatmirin dhe disa shokë tjerë, Skëndrojt edhe të rrethi këtu të Prishtinës, me shkunja 20 shokë në parlament. Ne e pomë si kështë e organizume. Atë ditë, ka qenë organizim. Se u futë më nëna mërgjimtarët, u futë disa njerëz me paramendime. Sa ta ke probleme me zveti, mu rrejat ato, pa të shumë nështë a kini bo. Po e kam thirë disa shokë, ajde shkojme dhe të blokojmë parlamenti, shtu ka qenë. Po. Dole për vetë vetës. Po, tu i fanderu, disa njerëz tani që më kanë thirrë që Gazmeni ju ka tregu, pikërisht për partive të ndryshme, që nuk bën më ardhur ju në parlament, nuk bën me dorë me skalu situata, se ata kanë merituar me ngjerë zhak, po thonë nëse është shumë dobësi e më e madhe si po flas këtu. Kanë merituar qytetarë të dosh me ngjerë zhak mos më na prit neve, kur e fyn një qelimtar, kur e fyn një familje dëshmorit, kur e fyn një Ramush Haradin që ka 2 vëllezër të vrarë. 11 plagë në trup Ramush Haradin. Borrin e ka me vllazën. Edhe po si thotë borrin e ka plot me vorë dëshmorëve. Duke ditë 24 marsin në 88, po mos ishte Ramush Haradini, ndoshta lufta që kishte po thom si shu, po kishte ndodhur s'kuna vitin 45 në Drenicë, lufta Shapapollushës, që s'ka mund me gjithë prekurorën e opinionin shqiptar asoj kohë, ti di mirë me sa këtu. Ka qenë rrezikim po duke fol zotit edhe Ramush Haradinit me vllazën me kushëretu me fshatin e vet, që në 24 mars Dauti filloi luftën atje. Sot ushtria zimtare e Kosovës ka një hum krejt tjetër, ka krejt një bagazh tjetër. E sot me do me fyra Ramush Haradinin, edhe kur e ka martu nipin, Ljohan që edini unë kam qenë ndarësëm, gjitha të fyme, tani fyme Bacitrifat. Bacitrifat e ka 1 hektar në thojmë vorë, del para shtëpia dhe ishe vorët për para. Jo papranueshme, fakti thuhet e papranueshme. Për çfarë sytë me kol ligji për vlerë të luftës se çdo njëri, jo më janë mos me vol. Ti fol për çikën. Po jo me fsho, jo me fyr. Nuk ndal kosh, zoti Zoti që në ambientin tonë liberal demokratik të shpreh kush do të çfarë mendon. Edhe unë nuk po them mos me po janë disa me m'akuzu, duhet me m'akuzu për punë, nëse si vetë këqija duhet të thonë se çuloki kesh. Si kryetari veteranëve mund të themi mund të kërkojmë llogari për veprimet që bën. Çdo sa. Por sa i takon historisë. Atyre 3 shkronjave të arta që kryen ngritën kombin kundër mizorisë së okupatorit serb do duhet të ekzistonte një tavan. Dhe është e habitshme çfarë po thu se sa domethënë ka qenë intensa qëllimi që të hiqet drejtoria nuk pse me hiq drejtorinë. To ta argumentoj kur dush. Pse me hiq? Kanë dosh me hiq, nëse jam të pranu, çaj ligj ne kemi as si pika se bëj sukim mbeti ligji. Është ligj që ka punu komisioni ligj, është ligj që ka kaluar komisionin parlamentar, vetëm parlament s'ka kaluar ende. Tash po presim se voni institucionet, na prap do ta çojna atë ligj, i njëjti ligj, ne me Andeudin kur kemi bisedu këta shokët e mi, thot o komita bojnë një modifikim. Unë jam taku me Andeudin në një vërrim prekaz, se një të zakim është gjithë pas 28 vite është gjithë të zakim, dhe aty jam taku edhe më thot, Hysni thot, se na niju me ta. Nuk o si nuk niju me Andi. Thot, o shko mirë ta bojnë. Thash, ne asë një pikër një besë, unë ndrojmë ati ligje. Kjo është histori. Stema, flamuri, himni, shtabet ka kanë qenë, zyra apo drejtoria politike, shtabi përgjithëm, këtu gjitha e një histori. Vërezat, do të mbrojnë me lezme. Jo ti me shku sot, një nga kanë do të dy të lirose, në kanë do të kanë ty vorët edhe lapidorët, se dinë është ta beson e din, edhe një stok edhe është disa vera ne kanë thy, ki bos probleme familjar që kanë ardhur te konflikti gati. E kemi nderuar me shpejt. Do thotë këtu duhet mbrohen gjitha me ligj. Tani fyret që buan. Do edhe kemi ndër çit pik, po besoj me kalimin e kohës edhe ata do të bindën se kjo zyrë duhet me qenë pjesë e historisë lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Çush është në Kosovën pas 16 shtatorit zoti Gucati? E fundet pyetja kjo. Faleminderit për pyetjen unë. Unë besoj Kosova mas 16 do të ndronë çdo sa. Do të merrë pilë krejt tjetër. Jemi bindur se faqe edhe të tjerë do të kyçën politik, kështu jemi bindur 100% se ato faqe 58 vjet është i ri largohet nga politika, po ashtu edhe Kadria dhe Rexha edhe pasi akoma nëse pak mosh
nuk di çfarë thon për Bosnjën Jakub, po këta janë 3 dhe unë besoj si I duan mas po i duan Kosovës. vendit, mas po i familjes vete, familjes vete. Po, Të fëmija vete, familja vete, i duan vendit ata njerëz, i duan këtij shteti ata njerëz, unë shoh që do të ndroj çdo sen 100%. i bindur. Jam i bindur çdo sen do të ndroj 100%, edhe struktura politike më përmend Kosovës, po edhe struktura ndërkombëtare në arenën ndërkombëtare Kosovës do të ketë tjetër Kosovë. Ne sot ju dini mas po e ski marrëdhënie me Shqipërinë, që më e keqe me vllazin tonë, e dyta me shtetin më të mirë në botë, aliat, mund të them, që na kanë ndihmuar Amerikën, ju dini so çfarë raporte kemi me to. Tani raporte me NATO, raporte me shumë shtete tjera. Do thotë ne sot si jemi gjendje me shkuën shtëpinë e bordë në jashtë pineve e kam fjalën gjithmonë pe politike, pe kryeministra apo dikuj, dhe kemi pru gjend deri ato. Kjo nuk të ne nuk u shkon në mirë. Miki që dimon do të merru mikin. Pjesë kanë thonë gjithmonë, miki që dimon do të merru mikin. Ne si jemi të rumi shton, ndërkombëtar. Tash sot më shumë morëm modra pe Serbia se prej Shqipërie. Zhavor marrë. Unë kam dëgjuar zhavore, guare këtu mos flasu më tani tash rasti vagona apo tren që kanë çuar në Zërjanin apo që unë besoj se me 16 shtator shqiptar e Kosovës, sidomos arena të Ballkan shqiptar. Kosova do të merr frymë ndryshe. Do të merr frymë ndryshe edhe në arenën ndërkombëtare, edhe në arenën e mbrëmshme, do të ndrojnë çdo sa. Edhe raportet ndërshqiptare. Edhe raportet ndërshqiptare do të jenë më të mira. Ju dini ka pas fushat gjithmonë. Edhe në kohën vitit 2000, po kaq për çfarë kanë qenë shqiptar. Unë lini një fjalim tash që në Drenas kur thot diellëm votojmë tonë do të jem bashkë. Besoj e keni bëu, edhe diellëm do të votojmë, secili ku mendon, po tonë do të jem bashkë. Edhe nga Haga u bëri thirrje partime politike. Tash intervista tani intervista mund të ketë bashkë gjeni zgjidhjen. Bëni Kosovën me institucione, shkoni më shpejt te aleatët, ti realizojmë ambicet për të bërë antar të NATO-s, antar të Bashkimit Evropian. Unë me Albinin privatisht kom kohë në jetën time. Unë kom veç politike. Veç pse nuk na mbështet neve shoqata të dola me luftë dhe shok tu që në për spitale. Kjo është. Unë kam thonë, ka fitu 47%. E drejta njerëzore. Është e drejta njerëzore, mendimi i lirë i qytetarit me votu. Po jo Albini me na shkollu neve kaq fort, ana shkalim me na bo. Kaq fort me na shty. Kaq fort me unë kam thonë Albin Kurti veç më gjumë se kohë që këtu. Këtu nuk e ka. Jo se ka. Jo. I vjen për pojna politik, që i ka disa njerëz të mbrana, i vjen për me pushtetin, po nuk e ka me zemër. A rajti batë në fakt që so 6 vite çka 3 tulla ka qitë në Mamarian, një projekt që i ka qëllë, a i projekt më qysh me vite, 3 tulla nuk i ka qitë. Kjo djetë sa, kështu që unë e bëjë dhëmë njerëzve. Keni det me votu kontoni? Po kë njeri duhet më këthy kryt për njerëzve që kam pru lirin. Nuk po thëmë një me në qumë, në bu drejtora, shefa, ministra. Jo, ne vetëm ligjën për vlerat luftës edhe rehabilitimin, si çdo shtet, sikur në Kroacia, apo Slovenia, apo Bosna, se kanë rehabilitimin për njerëz që kanë jap gjymtyr, për familjet që sot si kanë plesht, se ka djalin, se ka vajzën, se ka vllon, me rehabilitu këta njerëz, ne nuk dojmë elmosh të madhe, ne dojmë ndihmën e shtetit, në prej dora shtetit. Kjo të na është me rëndësi. Ne nuk kërkojmë me thonë sot me domë kërku porë i dhan për disa shok, tini të bindën si ka 4 ditë më kërku porë për dy shok nisjen në Turqi. 4 ditë si ka. Që mërgjatës, si e në orë, ty falenderu njerëzve, se mërgjata është oksigjeni e Kosovës është e vërtet, që binë shumë porë këtu ndihmë, edhe na kanë ndihmuar të kërku porë për shok, tini të bindën. Kem kërku mirë. Kjo çon të thonja te proverbi i vjetër i jonë, po një kru që buron, nuk shtirë. Nuk shtirë kur, shumë nuk shtirë kur, po. Shumë vërtet. Po folmi për këtë rast njerëzve që janë kryngrit, kanë mbrojt identitetin shqiptar, të drejtën themelore të një populli me ekzistu i lirë në kodër të që kësë. Sot ballafaqohesh me një kërkesë minimaliste që shtetit këtë dignitet për këtë komunitet është duke të habeqme. Unë takimin e fundit me Albinin Bozën 2019, ka ardhur me regjën zyre time, pa marrë pushtetin. Ka ardhur zyre, jemi takuar. Kemë raportu, po. Edhe është bëjt, ai s'ka dosh ta bëj publike, ne kemi bëj publike tani. Po. Se ka dosh me njën si interne, edhe ne bëjmë publike. Unë, po më thot Albinin zyre, janë 2 dëshmitarë. Nëse do të vi kryeministri, asnjëri do të shkon në gjykatën e Hagës. Ai na dole kundër ta.
duke ditë disa njerëz që ka për rreth, që kanë depunuar dokumenta, do një ka gërvalla vëllash të hapi aty që vetë ka thonë në televizion. Tash s'po kuptohet se në televizion, anë duka gjinë aty. Të vë duka gjinë aty intervista. Vetë ka dhënë intervista asoj e famshme, tash e ka demantuar më vonë. Po, s'më demanton se është filmi, s'më demanton një incizime, fal Zotit si biruni ju në për arkivat e juve, edhe është mundu me demantu, e tash mund befason, pse ja pran ata njerëz nga vetja. Mbi 200 dëshmitar në proces kundër krerëve të UÇK-s, 60 kasapi Ballkanit, shqiptar. Edhe një të thonë. Askush në Kosovë, zoti Kosovë, nuk ka qenë kundër të drejtës më elementare që familjet e viktimave meritojnë drejtësi. Padyshim. Familjet e viktimave, çfarë do qofshin ato, çfarë do prjarje qofshin ato, edhe etnike, meritojnë drejtësi. Kosova nuk ka qenë kundër kur kësaj kundër, por që Serbia ishte e përfshirë në inskenimin e rasteve, siç u pa edhe në Hagë dhe po shihet, kjo puna që shihet nuk don. Vetëm ja kish ndrënit që është në Llaush, besoj e dini. Po. Që ne i them kisha Deviçit, po ne kemi pas mundësi për me djega kish në luftë. Se ka prej kërkush, se ajo kur në kontrollën tonë. Sonë morin ofër, është si në mes, aja. Është Rezolla, Llaush, është një pa lukshtoja. Një herë kemi pas mundësi ato me djeg vitin 99-98. Po as shtu su kush me prek. Natyrisht. Kjo tregon faktin se ushtria e Norvegjës ka qenë as tolerancë, as ka qenë rregull si s'ka bu. Edhe ato kanë qenë, mëna kanë qenë punëtorët e kishës, ne si kemi prek asnjë. As një komandant. Nuk ka qenë kundër vendosjes së drejtësisë. Ne jemi shumë posër, ushtria e Norvegjës është as çë posër sa loti, është një guerilla aq e mirë sa se beson askush. Për një vit të gjysmë do të partnerë me NATO. E kena bind aleatin më të madh në botë, që tash e kemi Shqipërinë, edhe NATO me bombardu Serbinë, edhe të thotë që serbët në Kosovë po gjën, kena arrit me bind, ne kemi bashkëpunuar me ta. E tash më na këtyre në revansh. Kundër kjo është po them në diçka që truni njeriu që më na përthon, po ne duam të shpresuam drejtësi, që drejtësia me 16 nuk do ta bën gabimin, që ka bëu që i ka marrë peng që 6 vite ja ka humbë jetën këtyre 6 vite, do ta permision gabimin me 16 në ora 10 fillon seanca, edhe shumë shpejt do ta marrim lojën e gëzueshëm që gjithë shqiptar, dikush me makinë, dikush kom, dikush me motora, më harën në Kosovë në sheshin Skënderbej me ta besojmë gjithë bashkarisht atë ditë. Të falenderoj zoti Gucati. Faleminderit shumë. Që i kushtove këtij misioni për shikuesit tanë. Faleminderit shumë në vend bite, mos pari që më dha mundësinë. Unë kam thonë në gjitha mediat, po them këtu te ju, mediat shqiptare kanë dhënë hapur në organizatë veteranë të lutjes gjithmonë. Jemi të hapur për çdo sen, jo vetëm për këtu. Biseda që patëm kaq të mira me ty, po për çdo sen çka intereson televizionin rreth organizatës, jemi të hapur gjithmonë. Edhe një mirë që mediat kanë qenë gjithmonë që nime të gjysmë neve çdo hap, çdo protestë, çdo punë që kemi bëu, aktivitet ju keni qenë me neve, edhe me peticionin kur kemi bëu, edhe protestat, po 2 aksione këtu të në atë kohë që kemi bëu para një viti, drejta fillova kur ka ardhur me jap një konferencë për çfarë se kemi në ku konferencën e saj sa ajo duhet jap para komisionit parlamentar, jo me media majtë konferencë, po jo me raportu media, po duhet ku është vënë edhe 5 vitori i burgosë para Oleksit që ju keni qenë me neve, kështu që faleminderit shumë për gjitha mediat, po faleminderit për te që sot më ftove këtë emision. Një bisedë e këndshme, faleminderit shumë. Temat jo të këndshme, po janë ato që na referojnë. Faleminderit zot Gucati. Respekt. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.